Ligje që më së shumti krijojnë pengesa, ngjarje kulturore që kërkojnë buxhete jo të vogla, por që kanë ndikim të kufizuar. Për Ministrin e Kulturës Blendi Gonxha, shembujt e problemeve nuk mungojnë. Ligji është aq i komplikuar sa eksperti UNESCO sa ligji e trashëgimisa superon çdo fantazi dhe çdo imagjinat tonën për të mos lënë që gjërat bëhen. Domethënë, ideja ishte që kishim kaluar aty 120 faqe ligj, pa korpus aktesh dhe vendimesh, i cili do një 10 vjet të bësh 250 VKM. Nuk e di se pse zyrtarët tanë, njerëzit tanë, sektorët tanë, se janë po ata që i shkruajnë, janë po ata që i bëjnë, janë po ata që i konceptojnë, dhe pastaj janë po ata që ne kur shkojmë sot thonë, jo, se duhet, është ai komisioni, është ai grupi, është ajo kështu, është ajo kështu. Sfidat përballë janë të shumta, që nga mbështetja për artin e pavarur, edukimi muzeal, decentralizimi kulturor. Ne kemi vetëm një program me Kalamaj, cilin e mbledhim ditën e shtunë, dalim foto, bëjmë një postim, kjo është çfarë ofrojmë ne për edukimin kulturor, muzeal në qytetet tona. Për Ministrin e Kulturës, i nevojshëm është riformatimi i ngjarjeve që aktualisht konsumojnë buxhete të mëdha, por kanë ndikim të kufizuar afatgjatë. Ai nuk nguroi të kritikonte edhe javët kulturore ndërkombëtare. Iniciativë mirë, pozitive. Në vitin e 3 të saj kthehet në një paradë shihesh ambasadorësh dhe zyrtarësh. Po marrim dhe kthehemi dhe bëjmë një propagandë shtetërore, qoftë shqiptare, qoftë të partnerëve tanë të ambasadave, e cila kushton, ku diun, 1,5 milion euro apo 2 milion euro. Këto 2 milion euro më mirë të bëhen 5 evente të mëdha të jashtëzakonshme në vendin tonë, të cilat mund të jenë natyrisht shkëmbim ndërkombëtar, por shkëmbim ndërkombëtar i lirë. Gonxha kërkoi që kultura të jetë një gjenerues real ekonomik, duke përmendur edhe nevojën që Shqipëria të zhndërrohet në parajsë fiskale për artin dhe krijimtarinë në rajon. Në fakt jemi një realitet shumë i vogël, edhe ne nuk se do hapim dot një kapitull shumë të ri në kuptimin e kësaj strategjie, por ne duhet bëhemi gati që të mësojmë se si, me burimet që ne kemi, të mund të gjenerojmë maksimalen e mundshme për artin, kulturën, krijimtarinë. Strategjia e re kombëtare synon të jetë një dokument për te një planifikimi, një pasqyrë aspiratave për një kulturë më të gjallë, më të hapur dhe më të qëndrueshme. Ajo po artohet nga Fondazione Sant'Agata për ekonominë dhe kulturën, me mbështetje në Agjencisë Italiane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Vi dico 2 parole su Fondazione Sant'Agata.